Vendi njëjtë, kohë e njëjtë, standarde të ndryshme. Një hotel në Tiranë bëri bashkë këtë fundjavë Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, me burrat e opozitës që hynë për të gjetur kandidatin, kurse gratë e mazhorancës dolën me kandidaten. Mirë, shumë mirë. Ne kemi kandidatën e Tiranës, kështu që uroj sukses e Partisë Demokratike, se ata janë edhe të zotët shumë kur i gjenë kandidatët. Faleminderit. Ishim takim për fuqizimin e grave dhe vajzave, kështu që. Faleminderit që na prit. Në një orë kafe ulën për të kuvenduar Noka Klliçi Ali Mehmeti me dy aleatët, me Diu dhe Duka, por nuk e gjetën dot një emër. Ju falenderoj për gjithë të këshëri për të paraqitur kandidatin sot, por ne sot kemi nisur takimet me aleatët. Zoti Mediu dhe zoti Duka ranë dakord në parim për profilin e kandidaturës. Ne nuk kemi korniza dhe nuk kemi asnjë kufizim. Noka zbuloi vetëm se kush ka drejt për të propozuar emra e kush jo. Thash që takimi është me gjitha partitë parlamentare. Qorri është parti e majtë radikale. Ne flasim për partitë e qendrës djathtë dhe aktorë dhe faktorët e tjerë politikë që janë kontributorë në këtë shoqëri. Por kësaj radhe, me sa duket, askush do të ketë drejt as për të votuar kandidat në primara. Primaret janë për kandidatët brenda Partisë Demokratike. Nëse ne do të bijmë dakord me gjithë aleatët për të gjetë kandidaturë të përbashkët, siç edhe ekziston vullneti, pastaj do jetë strukturat e partisë që do të vendosin në lidhje me modalitetet e përzgjedhjes së kandidatëve. Nga kjo panoram ka vetëm gjë të qartë. Socialistët me drejtueset Tiranës Ballukun kanë nisur fushatën për kandidaten Ogerta Manasiliu, kurse opozita nuk ka gjetur ende kandidatin e jo më të nis fushatën. Në këto takime, vetëm dukej se kishte ngelur Zegjineja, e cila për fat të keq edhe kësaj radhe nuk e gjeti dot gazin, sepse gazi nuk hëngri dot Fierin e jo më kryeqytetin, kurse në Seli Berisha kishte lënë vetëm djalin e Fariut për t'u marrë me Ramën, jo më Tiranën. Në emër të Partisë Demokratike dhe interesit publik, kam disa pyetje për Ramadurën. E kishe me vete orën 400.000 euroshe kur shkove për takimin me bosët e karteleve të drogës në Aruba. Këto për sot, pyetje dhe fakte të tjera do t'i kesh në seancën e radhës në parlament. Kështu së paku, zoti Bardhi gjeti zvendësuesin, edhe ai me shkollë të mbaruar jashtë shtetit, por ndryshe nga Gazi, që përfaqëson babin e Zenit, zvendësuesi i tij Balliu përfaqëson vetëm babain e vet biologjik.